Rjeti i vjetëruar i sistemit shpërndarës të ujit të pishëm në Tetov në shumë lagje shkakton probleme të mëdha. Ky rjet që është i vjetër mbi 6 dekada, krahas që ka gypa të vjetër, po ashtu i njëjti nuk mund të mbulojë të gjitha nevojat për qytetin e Tetovës për shkak se kur është instaluar ishte projektuar për një numër më të vogël të popullatës, kurse sot Tetova ka numër 2 fish më të madh të banorëve. Përveç që ka defekte të mëdha, sistemi aktual në shumë lagje problem në vete është se nuk mund të lëshohet sasi më e madhe e ujit, shkaku se ky sistem nuk mund ta përballojë presionin. Tërë kjo situatë ka bërë që shpesh herë disa lagje në Tetov kanë patur mungesë sistematike të ujit. Së fundmi ndërmarrja publike Shari ka filluar punimet për zëvendësimin e linjave të vjetra të ujësjellësit në disa lagje të qytetit. Aktualisht punimet po zhvillohen në lagjen Drenovec, ku po ndërrohen tubacionet e amortizuara me linja të reja dhe të kapaciteteve të duhura. Uji ka të mjaftueshëm në qytet, po për shkak të rjetit të vjetruar nuk arrin të mbërrinë në të gjitha shtëpitë në qytetin e Tetovës dhe kena filluar prej lagjes Drenovec, është lagje e cila ka më shumë probleme me ujin në Tetov. Do të vazhdojmë në lagjen e Lubotenit dhe pastaj do të vazhdojmë në lagjen poshtë Tereboj, pasi kemi një rjet të vjetruar dhe nuk mund të arrijë uji i barabartë për të gjithë ata qytetarë që të furnizohen. Mjetet janë të siguruara prej ndërmarrjes në PK Shari, pasi edhe të financuar edhe nga komuna e Tetovës. Sipas tij, intervenimet e ardhshme do të realizohen në ato rrugë ku do të rikonstruohen dhe paralelisht me infrastrukturën rrugore do zëvendësohet edhe rjeti i ujësjellësit. Do të vazhdojmë në të gjitha lagjet të cilat kanë probleme me ujin derisa të stabilizojmë në të gjitha lagjet. Pasi në Drenovec ka zgjatur 2-3 ditë intervenimi dhe është përmirësuar gjendja për ato shtëpitë që kishin probleme me ujin. Kjo bëhet fjalë për rjetin sekondar të qytetit, që është rjeti i shpërndarës. Pasi me rjetin primar nuk kemi probleme momentale, kemi ujë të mjaftueshëm. Për momentin kemi diku te 470 litra ujë në sekond. Nga kjo ndërmarrje thonë se ky projekt do të vazhdojë pa ndërprerje në të gjitha lagjet e Tetovës, aty ku ka nevojë për zëvendësimin e rjetit të vjetër, deri në modernizimin e plotë të sistemit të ujësjellësit për gjithë qytetin. Apelohet tek qytetarët, të cilët hasin në vështirësi në furnizimin me ujë të pishëm, të paraqiten pranë zyrave të ndërmarrjeve, ku do të shqyrtohet çdo rast dhe do të gjendet zgjidhje e menjëhershme.